ditë ka që vështirë dhe hidhur për Shqipërinë. Nuk mund ta mendoja kur që Dheu ynë i dashur mund të pushtojë nga tradhtarët e Shqipërisë dhe ta bënin Shqipërinë këtë dramë. Konkluzioni çdo njeriu të qetë dhe shkencor është: ato që nuk bëri Italia fashiste dhe Gjermania naziste 1934 e bën këta që ka pushtuar shteti shqiptar. Pra, tradhtarët shqiptar janë shumë më të rrezikshëm, shumë më të këqij se sa ata që do të pushtojnë neve. E shpërbën Shqipërinë duke hequr rinin komplet, lanë gjithë prindrit pa fëmijë, vodhën gjithë pasurinë kombëtare dhe krijuar një oligarki financiare. U shpërbë kombi dhe Adheu, shkurt, si kur Miloševićin ta kishin marrë me helikopter nga Beogradi dhe ta kishin thellë kryeministrin këtë godinë këtu, nuk do t'i kishte bërë këtë dramë Shqipërisë si bën këta. Dhe si kur mas Miloševićit kishte ardhur Vučići sot këtu prap, nuk do t'i kishte bërë këtë dramë Shqipërisë po e bëj këta. Unë jam diplomat dhe kam parë botën me kohë. Djek situatë për ditë. Nuk është as Maqedonia, as Kosova, as Malizi, as Europa, as Azia, as Afrika, me këtë dramë vjedhje zyrtare. Këtu thonë 50 milion, jo morë zotëri, janë 1.2 miliard euro që ka menaxhuar zonja që këto kohë kryeministre. Dhe ashtu quajtur kryeministri i Shqipërisë ka bllokuar kuvendin këtu të mos votojë heqjen e imunitetit, ka bllokuar gjykatën kushtetuese të mos ta votojë dhe hipën makinë zyrtare të shtetit shqiptar. Pra, është dramë shqiptare dhe ai nuk largohet të formë. Duhet rrethuar kryeministria dhe gjysmë shtetërore të mos t'i lëmë të hyjnë më në godinat tona. Këto janë godinat e popullit tonë, gjakut tonë. Nuk largohet kështu ai. Duhet rrethuar kryeministritë, gjitha institucionet, sepse ai kanë krijuar sistemin e bandës hajdutësie. Dhe tallet me këtë popull. Tallet se s'jemi trima neve. Se po ti trima neve, e di u sa trim është ai. Se pa kur e hodhi Berishan, ju ja bëri copat e shesh, ma të banë, ja mathi Francë. Kupton apo jo? Dhe ai tani tallet me neve, nuk lëshon qeverin, e ka bë pronti dhe jep Sazanin. Unë jam oficer madhor. A jep Sazanin mor zotëri. A shitet Pashalimani mor zotëri ti. A shitet Saranda more. I shitet gjithë bazat ushtarake detare. Nuk ka Shqipëria më tani. Asnjë bazë ushtarake detare. Kush është ky mor zotëri? Kush ja ka dhënë detekti njeriu? Pra po e përsëris. Miloševići, kryeministri i Tiranë, nuk e bënte dot tradhti. Fundi i Shqipërisë të bëjnë demonstrata, të rrethojmë qeverinë, ta zhdukim ky vend, na shkatërroi vendin, na shkatërroi Adheun. Shqipëria do shpëtoj për ju të rinjtë, për moshën tonë u dogjëm, edhe ne jemi me juve. Unë nuk kam as interes personal, as politika, as ju, se jeta ime është fund tani. Më vjen keq për ta fëmijë, për ata prindër që i la pa fëmijë, për tradhti kombëtare, që se bëri dot për përsëris Italia me Gjermaninë, e bërë tradhtarët shqiptarë me gjakun tonë. Poshtë tradhtarët, rreth Shqipëria. Bravo. Mirëmbrëma qendrështar, mirëmbrëma shqiptar të lirë, mirëmbrëma idealist që as nuk shiteni dhe as nuk bliheni. Unë jam Bled Armeti dhe kam ardhur nga Britania që ta ngrej zërin dhe të bashkohem bashkë me ju me sakrificën tuaj prej 2 muajsh në këtë shesh.
zotëriut, në atë zyrë, autokratit autoritar, mbretit pa popull, frigacakut Surrelit dhe ministrave të ti, dua që t'ju bëj një rrugtim retrospektiv të keq qeverisë tyre në këto 13 vite. Sepse Edi Rama dhe ministrat e ti paran e kanë më shumë se sa fe, e kanë më shumë se sa dhe unë nga Britania ju kam sjell nga një dhuratë për gjitha aferat e tyre korruptive që këto i kanë grabitur atë dhe në këto 13 vite. Unë kam sjellur $5,000 për narkotrafikantin. Pra kam sjellur $5,000 për narkotrafikantin, ministrin e Brendshëm Sajmir Tahirin, krahun e djathtë të Edi Ramës gjatë mandatit të tij të parë. $5,000 i kam dhe për arkitektin e inceneratorit parë, Alçi Bllakun, bashkëpunim me Edi Ramën. Ja mori babzitur $5,000 dhe ti. $5,000 i kam dhe për arkitektin e inceneratorit 2 në bashkëpunim me Edi Ramën, për inceneratorin e 2 në bashkëpunim me Edi Ramën për Lefter Kokën. Ja morhor dhe ti $5,000. $5,000 i kam dhe për Erjon Velin, i cili kishte shtrirë duart në çdo aferë korruptive dhe i kishte marrë jetën dhe i kishte marrë frymën qytetit dhe kryeqytetit tonë. Ja Erjon Velia, $5,000 dhe për ty futit të dërkuciot i kursimeve. $5,000 i kam edhe për shkodranin tim, për ministrin e shëndetësisë, Ilir Beqja, njeriun e pa nder, pa moral, njeriun që ju vodhi dhe ilaçet shqiptarve, sepse kur e kujtoj fushatën e vitit 2013, i cili fliste me aq pasion dhe me pathos kur shpaloste politikat e Partisë Socialiste, sa që pothuajse kalonte në orgazm, dhe kur e shikoj tani, pathosi dhe idealizmi ti nuk shkun ma larg se sa xhepat e ti. Ja morhor dhe ti $5,000. $5,000 i kam edhe për zotin Arben Ahmetaj, zëvendës kryeministrin. Zoti Ahmetaj, deshta me të nis me Western Union, po as ta di adresën dhe as ta di vendosjen. E ndaj po t'i lek të në bulevard mu para kryeministrisë, ku ti gatuj aferat korruptive bashkë me Edi Ramën. Ja morhor dhe për ty $5,000. Ndërsa për një njeri të veçantë, për një njeri special dhe të veçantë për nga babzitja, korrupsioni, vjedhja dhe hajnia, i kam për mbesën e Beqir Ballukut, ministrit të nomenklaturës komuniste të regjimit Hoxha. I kam për zëvendës kryeministrin aktuale, për Belinda Ballukun. Ja më i loçka djalli, $10,000 për ty, se do duhen ca me la makinen. Ndërsa për autokratin, autoritarin, mbretin pa popull, kopilin e Kristaq Ramës, nuk kam sjell dollar se nuk ka nevojë, ka vjedh mjaftueshëm nga 1998 deri tani. Për ty Edi Rama kam sjell pluhun të bardh Safi nga Kolumbia. Në punën time të përditshme, ndodh nga i herë që unë përfaqësoj klienta, të cilët atje larg në Britani janë ndaluar nga autoritetet duke drejtuar automjetin e tyre në influencën e pluhurit bardh. Se atje larg tek ne në Britani, as automjetin nuk lejohesh me drejtu në influencën e pluhurit bardh. E ndërsa ne këtu në Shqipëri, nipat e mbesat e Skënderbeut, mbesat dhe nipat e Ismail Qemalit, lejojmë kopilin e Kristaq Ramës me drejtuat dhe unë në influencën e pluhurit bardh që e konsumon nga mjesje deri në darkë.
Qoftë kjo qese, qesja fundit që ti e konsumon me para publike, merre morhor e ta zaft frymën kjo qese e plurit bardh. Qytetar të lirë, shqiptar që keni sakrifiku, rrof Shqipëria u begatofta dheu. Ju falemderit.